Policia e Tiranës ka reaguar zyrtarisht ndaj akuzave për ushtrim dhune ndaj një 14 vjeçari në ambientet e Komisariatit të Policisë nr. 1 në Tiranë, pas një deklarate publike të bërë nga Komiteti i Helsinkit, që kërkonte hetim të menjëhershëm në lidhje me rastin. Ngjarja në fjalë daton se ka ndodhur në 12 prill të këtij viti, kur shërbimet e Komisariatit nr. 1 kanë shoqëruar një të mitur në ambientet e komisariatit pas një sinjalizimi nga qytetarët për hedhje të palishme të lëndë piroteknike në zonën e liçenit artificial. Sipas njoftimit të policisë, akti kishte shkaktuar panik dhe shqetësim të banorët, çka çoi në ndërhyrjen e menjëhershme të patrullës. Pas shoqërimit ndaj të miturit u ngrit një procedim penal në gjendje të lirë për veprën penale. Prishja e qetësisë publike dhe ngjarja u përfshi në përmbledhjen ditore të policisë së qarkut Tiranë të datës 13 prill 2025. Por ngjarja mori një tjetër kthes serioze, kur familjarët e të miturit dhe përfaqësues të organizatave për të drejtat e njerëzit, përfshirë Komitetin e Helsinkit, ngritën shqetësime serioze mbi trajtimin e dhunshëm dhe jo profesional gjatë qëndrimit të tij në ambientet e komisariatit. Sipas pretendimeve, i mituri ka qenë objekt dhune fizike dhe psikologjike nga efektivët e policisë. Në reagimin e saj, Policia e Tiranës bën me dije se një ditë pas ngjarjes në 13 prill, ka nisur një hetim disiplinor ndaj 3 punonjësve të Komisariatit nr. 1, të dyshuar për shkelje të rëndë të detyrës, 2 oficerët e patrullës së përgjithshme dhe një nënkomisare në sektorin e rendit të patrullës së përgjithshme. Hetimi disiplinor është shoqëruar dhe me veprime nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, e cila në 15 prill 2025 ka referuar materialet në Prokurorinë e Tiranës duke kërkuar nisjen e hetimeve penale për veprat, kryerja e veprimeve arbitrare dhe dëmtime të tjera me dashje. Paralelisht, Drejtoria e Standardeve Profesionale ka hapur një procedurë administrative për të verifikuar nëse 3 efektivët kanë vepruar në kundërshtim me rregulloren e policisë së shtetit dhe procedurat e standardeve të punës. Rasti po ndiqet me interes të lartë nga organizatat për të drejtat e njerëzit dhe opinioni publik, ndërsa pritet që organet e drejtësisë të japin një vlerësim të plotë mbi shkeljet e mundshme dhe përgjegjësinë e personave të përfshirë në këtë ngjarje.